Këshilli Bashkiak I Durrësit ka miratuar me 29 vota pro të këshilltarëve socialist dhe 9 vota kundër të këshilltarëve të opozitës buxhetin e vitit të ardhshëm, me një rritje prej 6%-sh në krahasim me buxhetin e vitit 2025. Buxheti I vitit 2026 ka vlerën 6,85 miliard lekëve. Në prezantimin para këshilltarëve, kryetaria e Bashkisë Emiliana Sako ka deklaruar se 44% e buxhetit shkon për investime, ndërsa 30% e tij ose më saktë rreth 2 miliard lekë shkojnë për pagat dhe sigurimet e punonjësve të organikës së bashkisë. Sektorët që marrin pjesën më të madhe në buxhet janë arsimi me 18%, infrastruktura rrugore dhe transporti publik me 17%, planifikimi, menaxhimi dhe administrimi me 15% dhe menaxhimi I mbetjeve me 14%. Këtu do të flasim vetëm për buxhetin e 2026-s, pra nuk do të jetë një prezantim 3 vjeçar, por vetëm për vitin që vjen. Në 2025 ka pasur një vlerë prej 64,9 milion dollar, buxheti I rishikuar, pra me gjithë ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, dhe për 2026 kjo vlerë shkon në 68,5 milion dollar dhe kemi një rritje 6% nga viti 2025. Burimet kryesore të ardhurave tona janë burimet tona të mbledhura nga taksa tarifat që pagojnë qytetarët e Durrësit. Është një fond I trashëguar nga viti I shkuar. Janë taksat e ndara 6%, të cilat vijnë kryesisht nga institucionet qendrore, por që kalojnë në Bashkinë e Durrësit, dhe është transferta e buxhetit qendror me 37%, ku futen transfertat e kushtëzuara dhe pashkushtëzuara. Këtu nuk kemi reflektuar fondet që ne si bashki marrim për investime të ndryshme në gjatë vitit, duke aplikuar në Ministritë e Linjës apo dhe në Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Të ardhurat e veta kemi bërë një tabel që nga viti 2022, kemi rritje me 138% që nga viti 2022, 3 vitet e para janë reflektuar sipas faktit, ndërsa 2025-2026 janë plani, dhe sepse 2025 është një vit I cili financiarisht nuk është mbyllur ende. Këshilltari I Partisë Demokratike Erdian Muka kërkoi nga bashkia që mbledhja për buxhetin të bëhej në fillim të dhjetorit, pasi 5 ditë kohë janë të pamjaftueshme për ta studiuar dhe kundërshtuar buxhetin dhe paketën fiskale. Njëkohësisht e vuri në duke pas aksi në prezantimin e buxhetit nga kryebashkiaka Sako. Më në fund morëm vesh që kryetarja e bashkisë që e kanë lartësinë e detyrës, meqense kishim një vit e parë mbledhjet e Këshillit Bashkiak, megjithëse në emër të Këshillit I thret ajo mbledhjet. Megjithatë e falenderojmë për prezantimin që bëri. Nga ana formale do kisha 2 sugjerime. Vonesa e paraqitjes së buxhetit dhe paketës fiskale shkuar deri në limitet e afateve kohore, do sugjeroja dhe kemi thënë edhe në të gjitha mbledhjet e tjera kur diskutohet për buxhetin, meqense këtu mund të kemi sugjerime, këtu mund të kemi kundërshti, tek e fundit votohet, dhe nëse buxheti nuk kalon, automatikisht e fusin bashkinë në një periudhë gepi, e fusin në një periudhë vështirësie, sepse mbledhja tjetër sugjerohet të zhvillohet mbas 3 javësh. Në këtë pikë do sugjeroja, në vazhdimsi të gjitha thëniet e tjera që ne kemi bërë, që materiali dhe mbledhja të zhvillohet mundësisht në fillim të dhjetorit. Përsa I takon prapa anës formale, në paraqitjen që bëri kryetaria e bashkisë, në parashikimin që neve kemi për buxhetin e vitit 2026 për bashkinë, të ardhurat janë 6,8 miliard lekë, 68 miliard lekë të vjetra, të cilat, sipas prezantimit, janë 68 milion dollar. S'është e vërtet, me kursin e Bankës së Shqipërisë, sot janë 83 milion dollar, ose në euro janë 70 milion euro. Pra, neve nuk kemi pse ta paraqisim fare në monedhat tuaja, por meqense u paraqit thash këtë pjesë është një ana formale, duhet të korrektuar sepse nuk është ajo. Ndërsa kreu I këshilltarëve të Partisë Demokratike, Dritan Burgia, e vuri thekse në ndryshimet me vitet zgjedhore të buxhetit, ku spikasin investime të ndryshme. Sa I përket buxhetit, prap nuk do t'i mbivendosem atyre që tha zoti Muga, por unë kam evidentuar disa shifra këtu, që në fakt merrni si formë pyetje, dhe nëse keni mundësi na jepni një përgjigje.
Për vitin 2025, shpenzime totalet bashkisë sipas kategorive ekonomike në 1000 lek. 2025 shpenzimi fillestar ka qenë parashikuar diku 5.5 miliard. Është 5.5 miliard parashikimi. Janë shpenzuar afërsisht 6.5 miliard. Nuk e di këtu që kemi qenë në vit elektoral, do doshim një përgjigje domethënë për çfarë janë shpenzuar këto diferencat. Sa i përket projektet e investimeve, ndërtim dhe rikonstruksion të rrugëve në njësitë administrative për vitin 2027-2028. 2026 nuk ka as parashikim, e ka 0 lek, 2027 264 milion lek. Ndërtim dhe rekonstruksioni rrugëve të qytetit viti 2027-2028, 2026 0 lek, 2027 298 milion lek. Materiale për riparim në rrugëve, shesheve dhe trotuareve, 2027-2028, 2026 0 lek, 2027 70 milion lek. Blerje pemë dekorative 2027-2028, 2026 0 lek, 2027 35 milion lek. Rehabilitim kuartalesh 2027-2028, 2026 0 lek, 2027 175 milion lek. Një tjetër pikë e rëndësishme e mbledhjes ishte edhe paketa fiskale vijitarshëm, që u miratua me 28 vota pro të majorancës, ndërsa 9 këshilltarë të opozitës e votuan kundër.